Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur wa ba'd. Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut, krijuesit të vdekjes dhe jetës, që t'i sprovon njerëzit se kush ban vepra të mira, Allah është aziz dhe gafur. I qojmë salavat e Muhammed Mustafa s.a.s. dritës e njerëzimit që Allahu në ndriqoj zemrën me iman dhe në ndriqoj rrugën për me gjetë rrugën e ahiretit në përmjet udhëzimit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I qojmë salavat e pengamberit a.s. familjes ti, shokëve dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e islamit deri në ditën e kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë kohë, ditë e dalluar e veçantë e javës, e lutim Allahun për Xhennetul Firdaus dhe të na ruajë nga zjarmi i xhehenemit. Jeta e dynjas nuk hec në vit të drejtë që shkemi qef në asaher. Jo njerëzit jetojnë si pas dëshirave të tyre me kontinuitet vazhduar, por njerëzit ballafaqohen me varfëri, ballafaqohen me smundje, ballafaqohen me trishtime, ballafaqohen dhe me vdekje. E kjo është pjesë e jetës që Allahu neve na ka krijuar për më na sprovuar. Dhe thot Allahu në Kur'an, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet ne ju kemi krijuar juve në vështirësi të një pas njëshme. Kur të lind fëmia, lind me vështirësi, me dhimbje, me të bërtitme, me të kajtme. E pastaj gëzohemi dhe mërzitemi, edhe me sprova të ndryshëm, thot Allahu i madh në Kur'an, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiri s-sabirin. Ne juve do t'ju sprovojmë diçka nga friga, e dikan me varfri, e dikan me unësi, e dikuj do t'ja marmi evladin, e dikuj do t'ja marmi prindin, do t'ja marmi antarët e afër, wa bashshiri s-sabirin, dhe përgëzojnë njerëzit të bëjnë sabër. Të ndershëm xhamat, e di që koha është me shi, por kemi obligim moral, e kemi obligim për shkak dhimbjes së madhe që ka kapluar shoqërinë tonë me aksidentin që gjithë jemi të informuar, me 46 vëllezër dhe motra që kanë ndëruar jetë në aksidentin tragjik që është me kaderin e të madhit Allah Azza wa Jall. Kjo fatkeqësi dhe kjo vdekje e vëllezërve, e motrave, e bijave tanë, e vocrakëve, është dhimbje për gjithë. Sytë kanë lëtuar kur më shumë se sa këto ditë në xhamatin tonë. Kur zemrat më të trishtuara se këto ditë nuk kanë qenë. Kur lutjet më shumë afër Allahut s'ka qenë se këto ditë. Jena të folë për xhamatin që e donë Allahun dhe pejgamberin. Paramendoj lotë e atinve të afërmeve, familjarëve që kanë humbur, dikush ka humbur një antar të familjes. Dikush ka humbur 2 antar të familjes. Dikush ka humbur 4 antar të familjes. Dikush ka humbur 10 antar të familjes. Paramendone këtë dhimbje dhe këtë trishtim. Paramendoje këtë dhimbje dhe këtë trishtim. Prandaj lutjet tona janë ato lutje që duhet drejtuar në këtë ditë të veçantë, në këtë kohë të veçantë, me lutë Zotin e Madh që më ja u lehtësue dhimbjen familjarëve të afër ja Rabbel Alamin. Kjo është një ditë e ranë që ndodhi ditën e martë. Por për ja u tregoj një myshë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që trishtohen në këtë botë me shahadet, e me iman, e me Kur'an, dhe gjithë ato kanë qenë musliman që e kanë dashur Allahun dhe pejgamberin. Shumicën e tyre i kemi njohur ne për së afërmi. Allahu ata që e trishton në dynjat, nuk e trishton në ahiret. Kështu na përgëzon pejgamberi alayhis salam dhe thot, sepse Allahu nuk ja bashkon 2 trishtime robit në këtë botë dhe në ahiret. Thot Muhamedi alayhis salam, pasha krenarin time, robit nuk ja bashkoj 2 friga dhe 2 siguria. Prandaj, njeriu më shumë t'i frigë
Njeriu më shumë ti çka Allahu e ka sprovuar e shaddu nasi belan el anbiya kanë qenë pejgamberët e Zotit. Ka qenë Ibrahimi a.s. Ka qenë Muhamedi a.s. Pse Ibrahimi a.s. nuk u hudh në zjarr? Kush ishte në zjarr me Ibrahimin? Ishte Allahu i cili tha Ibrahimi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Prandaj kjo vdekje trajtohet sipas haditheve të pejgamberit a.s. prej 7 kategorive të shahidllëkit, ata që digjen në këtë formë dhe ndrojnë jetë me zjarr, ata pranohen tek madhnia Allahut me lejen dhe me rahmetin e Allahut shahida. Allah i pas pranuar shahida ya rabbel alamin. Besimtar të nderuar, kujt i drejtohemi kur ti ndodh ndonjë fatkeqësi, çka duhet me thon? Duhet me thon alladhina idha asabatuhum musibe qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kur t'ju vjen ndonjë musibet, thuni pej Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi. Dhe na ka mësuar pejgamberi alayhis salam mi dhon gajret me thonë Allahumma gjurni fi musibeti wa akhlif li khajren minha. O Allah, shpërblem mu në këtë musibet dhe kompenzon ma me një të mirë. E lusim Allahun që këtë dhimt familjarëve Allahu t'ja kompenzon me të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Allahu azza wa jall na bëf të fort në iman, në besimin e kaderit e Allahut, se duhet ngushëllohemi në këto momente mbane mend me forcën e imanit, se vetëm imanit ma stabil në këtë formë. Nuk le me deviju në mendimet e shejtanit, edhe disa njerëz në formën e melaçes e rolin e shejtanit që e luajnë dhe hinë kaderin e Zotit, flasin për kadern. Thot Allahu në Kur'an, kullan yusibena illa ma kataba Allahu lana. Thot Allahu në Kur'an, nuk ka mundësi më të ndodhë diçka veç se Allahu e ka caktuar. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, kataba Allahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. I ka përcaktuar Allahu gjanat 50,000 vjet përpara. Tuli far xahila flasin për kaderin sot, e ato as Allahin as kaderin nuk e njohin. Ne xhamati i dashur e njohim Allahin dhe fuqinë e tij. Allahi ka kudret, Allahi është alim, Allahi ka irade, ka dashuri, ka do në të fuqi, është i gjithdijshëm dhe e din urtësinë e kësaj ngjarje pse ndodh dhe si ndodh. Prandaj kur të ndodhin gjanat tuaj, inna lillah, prej Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi. Besimtar të nderuar, nuk po du me zgjat më shumë, po e lusp juve në vazhdim me bë vetëm lutje në këtë kohë ku pranohen lutjet. Por kjo lutje tjetë me laçk të zemrës. Kjo lutje tjetë me gjuhë të pastër. Kjo lutje tjetë shumë e sinqert, që Allahu t'i largon brenga dhe t'i pranon rahmetin e Allahu dhe Allahu t'i shpërblen me xhennet vdekurit ya rabbel alamin. O Allah, burra dhe gratë, fëmijët që u doxhan e që humbën jetë, o Allah, mëshiroj ata. Ata përjetuan të merrin dhe mundimin, o Allah, kompenzoja me rahmetin tanë dhe çojnë në xhennet, o Allah. O Allah, fali baballar që ishin në atë autobus. O Allah, fali nanat tona që ishin me fëmijë. O Allah, letësoja familjarëve, ya rabbel alamin. O Allah, faljav xhenetin me rahmetin tënd, se rahmeti jot është i më i madh. O Allah, kur të varrosim ata të vdekurit, banja vori nga baçet e xhenetit, o Allah. O Allah, në të fatkeqësi që kanë humbur jetë 46, humbën jetë 10 fëmijë, bëni këta shpërblim paraprirës për prindërit e tyre, o Allah. Bëj këta e vlad, ndërmjetësues që i pranohet lutja. O Allah, vendosi këto fëmijë në kujdestarinë e Ibrahimit alayhis salam, ashtu siç ishte mbrojtjen e Ibrahimit kur ishte në zjarr. O Allah, o Allah, ti je Rahmanur Rahim, bën rahmet mbi të vdekurit tan. O Allah, ti je shahid, gjithë dëshmues, i ditur për çdo gjë, dëshmo. O Allah, për këto të vdekur në ditën e gjykimit dhe pranojnë rahmetin tanë. O Allah, ti je l'alimi gjithdijshëm, e din gjendjen e të gjithë të vdekurve, letësoja gjendjen e tyre në varr, e bënja varrin nga baçet e xhennetit. O Allah i madh, o Allah, ti je el-Qadir i gjithfuqishëm, el-Afuv, ti i fal gjunahet, amnestoj të gjithë dhe drejtoj drejt xhennetit tanë. O Allah,
Ti je el Qaribi afërt me robrit e tu. Mbuloj me rahmetin tanë këto momente, ja Rabbel Alemin. O Allah, ti je el Mujib, ti që i përgjigjesh lutjeve, o Allah, përgjigje lutjeve tona, ja Rabbel Alemin. O Allah i madh, që ti që i dëgjon lutjet tona, bëni kabul këto lutje me gjithë këtë xhamat, ja Rabbel Alemin. O Allah, mos na trishto as në dynjë as në ahiret. O Allah, bane vorin e të vdekurve tan nga baqet e xhennetit. Na ban nasib shefatin e pejgamberit. O Allah, na ringjall me pejgambert e tij. O Allah, na ringjall me Muhammed Mustafa dhe me sahabët dhe me të dashurit tan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.